Përshëndetje shikues të televizionit Albio TV, mirë se po takohemi sërish në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe kemi të ftuar një akademik nga Maqedonia e Veriut, ka të ndërtuar një karrierë të pasur në fushën ndërkombëtare dhe integrimin evropian. Pra me ne është zotëri Enver Abdullahi. Përshëndetje i nderuar, mirë se erdhën në televizionin Albio TV, në televizionin e diasporës shqiptare këtu në Londër. Faleminderit shumë zënja Pervetica, faleminderit për ftesën, më lejoni të përshëndes të gjithë shikuesit e Albi UK dhe përshëndetje nga Tetova. Faleminderit. Profesor, me studimet të përfunduara në Londër, gjithashtu magjistraturën të mbaruar në Shkup, keni shërbyer si ambasador në Norvegji dhe aktualisht veproni profesor në Universitetin Nën Tereza në Shkup me një sër publikime shkencore dhe vazhdoni të jeni aktiv në debatet për të ardhmen evropiane të Ballkanit në zhvillimin demokratik në rajon. Atëherë kisha dashur të fillojmë se si e përshkruani rrugtimin tuaj profesional nga Maqedonia e Veriut deri në skenën ndërkombëtare. Do të thënë unë shkollimin e mesëm e kam të kryer në Tetov, më pastaj kam nisë studimet në Universitetin e Prishtinës në departamentin e filologjisë, përkatësisht në Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze. Dhe pas ndërhyrjes brutale nga regjimi Miloševićian, më 1991 u ktheva në Tetov, ku kam qenë i punësuar si arsimtar i gjuhës angleze dhe më vonë si gazetari Radio Bletës. Dhe më vonë vazhdova me studimet në Universitetin Middlesex të Londrës, përkatësisht në kampusin e Hendonit dhe më vonë u transferuam në Enfield dhe prej 2008 Middlesex funksionon vetëm në kampusin e Hendonit dhe më 2002 njështu magjistrova në marrëdhëniet ndërkombëtare me temën Budding Relations between Macedonia and EU dhe më vonë u ktheva në Maqedoni, pastaj doktorova në Universitetin e Ukimit në Shkup në temën krimi i politikave të jashtme të BE-s me theks të veçantë ndaj Ballkanit Perëndimor, rast studimi Maqedonia e Veriut. Pastaj u punësova si drejtor i Departamentit për Marrëdhënie Ndërkombëtare pranë Universitetit të Evropës Juglindore më vitin 2004 dhe më vitin 2011 u emrova ambasador i plot fuqishëm dhe jashtëzakonshëm në Mbretërinë Norvegjeze. Pas 4 vite qëndrimi, u ktheva në Universitetin Nëna Teres në Shkup, që u themelua më vitin 2016 dhe deri më sot ligjeroj dhe marr pjesë aktive në kulumtime në lëmin e integrimeve evropiane. Pasi që jemi edhe televizion në Londër, si ndikuan vitet e studimeve në Londër në formsimin tuaj si akademik dhe diplomat? Londra, para së gjithësash, unë kam një nostalgji të posaçme për Londrën. Londra tuajnë është gjendje e trurit, nuk është qytet, ka dinamikën e vete. Është një qytet mrekulli prej multikulturalizmit dhe tradita ajo British School of Thought që njihet në marrëdhëniet ndërkombëtare ka ndrikuar shumë në zhvillimin tim akademik dhe si që tashmë edhe fakultetin e kam nisë në Middlesex University në departamentin e sociologjisë, ku kam diplomuar me temën verzioni sociologjik i vetes në veprat e Erving Goffmanit me mbikëqyrës profesor Richard Malcolmson dhe më vonë kam vazhduar me studimet master përkatësisht marrëdhëniet ndërkombëtare me mentor Heather Deegan, siç e potencova paras, Budding Relations between Macedonia and EU. Dhe është një karakteristike posaçme kur I kam thënë në mentores se duhet bëj një ulëmtim për
politikën e jashtme të BE-s. Reagimi i parë ishte pse a thua vallë ka BE një politikë të jashtme, se atë duke ishte mjegullt ajo, duke ishte tepër iluzore, ndërka sot pas traktatit të Lisbonës, kur edhe krijohet shërbimi diplomatik i Unionit Evropian, ka shtrydhje në mbi 130 shtete dhe është mëse e konsoliduar. Mirë po, profesor, përfaqësimi juaj si diplomatik në Norvegji si ambasador për të përfaqësuar Maqedoninë e Veriut, keni hasur ndonjë sfidë? Cilat kanë qenë sfidat që Sfidat kanë qenë të shumta, pasi që ne për herë të parë themelojmë ambasadën më 2011, edhe s'kemi pas atë shërbim konzular, pastaj vitin e dytë kemi nisë me shërbim konzular, se komuniteti shqiptar në Norvegji numëron dikundi të 25.000, po shqiptar të Maqedonisë së Veriut janë dikundi të 10.000, edhe sfidat kanë qenë të shumta, neve kemi pasur një marrëdhënie asimetrike, pasi që ne jemi shtet i vogël dhe roli i shteteve të vogla në marrëdhëniet ndërkombëtare është tepër e vështirë dhe Mbretëria Norvegjeze është një superfuqi botërore humanitare. Kemi pasur përkrahjen e Mbretërisë së Norvegjisë ndaj udhëtimit ton në eurointegrime, sidomos për antarësimin dhe përkrahje të shumtë në të gjitha format multilaterale kombëtare, dhe e imja dhe ambasadës ka qenë që të kryejmë ura miqësie. Ajo ka nisur nëpërmjet sferës së kulturës, ka vazhduar më tej me të krijimit të linqeve për të sjellur investime të ndryshme në Maqedoninë e Veriut, pra krijimi lidhjeve ekonomike. Unë kur kam studiuar ka qenë tepër simbolike dhe më vonë ajo është zhvilluar. Kemi arritur që të sjellim një kompani norvegjeze për një zonë ekonomike në Tetov. Pra sfidat kanë qenë të shumta, mirë po unë kam pas vullnet edhe një entuziazëm të papar, edhe si ekip në ambasadë për 18 muajt e fundit kam qenë vetëm, është dashur të jem edhe shofer edhe sekretar edhe çdo gjë. Mirë po do të kisha dashur të potencoj faktin se kemi pasur një përkrahje të parezervë prej konzullit të Nderit, zotit Knut Edegard, që është një bart i letrave norvegjeze, është një poet i përkthyer mbi 35 gjuhë botnore, edhe kam pasur përkrahjen e asaj në fillim që të krijimit të këtyre urave miqësie, sepse çdo gjë nis prej kulturës, dhe më vonë do të kisha dashur të potencoj faktin se edhe diaspora shqiptare në Norvegji është shumë kompakte, shumë mirë organizuar, daton që nga vitet e 70 të shekullit të kaluar dhe kam pasur një përkrahje të parezervë. Është numër i madh i diasporës në Norvegji? Po, është dikundi prej 25.000 deri në 40.000, besoj tash ka arritur ai numër, edhe janë shumë mirë të integruar, pasi që janë gjenerata e dytë, po ka edhe gjenerata e tretë, që i kanë kryer studimet atje dhe ka shumë të inkuadruar në për institucionet e ndryshme, duke nisur prej Ministrisë së Punëve të Jashtme deri në Ministrinë e Edukimit. Keni ndonjë moment gjatë karrierës tuaj diplomatike që konsideroni si pikë kthejse? Viti 2012 ka qenë pikë kthese kur e kemi kremtuar 100 vjetorin e shtetit shqiptar, edhe në evenementin e kremtimit kemi pasur mysafir të gjithë diplomatët norvegjez që kanë dhënë përkrahje të parezervë, po kemi pasur fatin edhe kryeministri atëhershëm i Republikës së Kosovës ka qenë zoti Hashim Thaçi, dhe kemi bërë një kremtim të mrekullueshëm
dhe pastaj kemi arritur që me një unitet të përbashkët të gjithë shqiptarët të gjitha trojeve që të kryojmë një asociacion të profesionistëve shqiptar në Norvegji që do të çojmë në një nivel më profesional bashkëpunimin me shtetet ame këtu në Ballkan. Profesor, si shihni rolin e akademikut në formësimin e politikave publike në një shtet siç është Maqedonia e Veriut? Maqedonia e Veriut është për shumë shumë specifike. Vetë karakteri multikulturor i Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe vështërsitë që i kemi kaluar që nga mëvepsimi i saj deri më ditët e sotme, ka pasur një hezitim të jashtëzakonshëm për realizimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut dhe pastaj pas konfliktit 2001, përkatësisht pas marrëveshjes së Ohrit, ajo arriti që të normalizohet, të hyjë në binaret e eurointegrimeve në rrugëtimin e saj evropian, por është një epope e papërshkrueshme ky rrugëtim i gjatë pasi që kërkonte shumë sakrifica për të arritur kompromise dhe fatkeqësisht me ardhjen e qeverisë aktuale që është tepër nacionaliste edhe është duke e çuar shtetin në një izolim ku kemi ngecje në rrugëtimin ton evrointegrues. A mendoni se marrëveshja e Ohrit është zbatuar në mënyrë të plotë dhe efikase në funksion të barazisë mes komuniteteve? Ka qenë ajo një marrëveshje, një kompromis i dhimbshëm ku ka arritë deri në atje dikundi në vitit 2016-17 që të rrumbullaksohet, duke rritur numrin e shqiptarëve në administrat, duke arritur që të kemi përfaqësim proporcional në të gjitha pothuaj institucionet, mirë po kohëve të fundit ka një tendencë të zhbërjes të këtyre të arriturave të marrëveshjes së Ohrit dhe ka një tentativë që të shlyen disa të arrituara të marrëveshjes së Ohrit, andaj edhe kjo paraqet një ngërç politik, por ngërçi politik është para së gjithash për shkak të një marrëveshjeje që kemi arritur me fqinjin ton lindor, përkatësisht me Bullgarinë dhe kërkesa që njëkohësisht hyri edhe në kornizën e marrëveshjes tonë me BE-n për futjen e pakicës bugare dhe ca pakicave të tjera në Kushtetutën e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Dhe mos ndryshimi i kushtetutës krijon ngërç politik, njëkohësisht krijon edhe frustracion në popullat për të ardhmen evropiane të Maqedonisë së Veriut. Mirë, po cilat janë sfidat më të mëdha që përballen sot shoqëria maqedonase? Sfidat më të mëdha pamë-dyshje se janë ngecja në rrugëtimin evropian, është njëkohësisht ngecje edhe në standardin jetësor ekonomik. Pra kemi një rënje drastike të standardit jetësor, edhe kjo nga ana tjetër reflektohet me një optimizëm dhe me një përkrahje të parezervë të qytetarëve të Maqedonisë së Veriut për antarësim në BE dhe për ndrimet kushtetutare, mirë po paradoksalisht ajo nuk reflekton edhe spektrin politik të Maqedonisë së Veriut. Dhe unë besoj kjo sfidë mund të tejkalohet vetëm nëpërmjet ndrimit të kushtetutës dhe me nisjen e negociatave me BE-n dhe të marrin pjesë në të gjitha projektet e parapara dhe në projektin
përkatësisht në fondin për rritje ekonomike të Ballkanit Perëndimor. Mirë po, profesor, çfarë roli duhet luajtur shqiptarët në ndërtimin e një Maqedonie më demokratike dhe gjithëpërfshirëse? Shqiptarët që nga mëdhetësimi i Maqedonisë me kërkesat e tyre tepër konsekvente për barazi dhe për realizimin e të drejtave të tyre qytetare në Maqedoninë e Veriut, kanë qenë tepër avansues, tepër shtytës për demokratizimin e shoqërisë, mirë po ajo deri më 2001 gjithmonë haste në një blokat nga ana e Sobranies, Parlamentit të Maqedonisë, dhe pas 2001-shit, kur të gjithë shpresonim se do të vazhdojmë me përthellësimin e demokracisë, ndodhi ngërçi politiki 2016-2018, prap Unioni Evropian ishte ajo që ndërhyri dhe u tejkalu ajo situatë e shtetit të zaptuar, ku ram me të gjitha standardet dhe indekset e demokracisë ndërkombëtare, dhe pastaj sërish me antarësimin në NATO dhe ndrimet që pësoj emri i Maqedonisë dhe më vonë në shkrimi marrëveshjes përfaqësi të mirë me Bullgarinë, teksa mendonim se do t'i nisim negociatat me BE-n, sërish u paraqit ky ngërç politik. Unë jam tepër optimist dhe besoj se sërish Unioni Evropian ka mekanizma dhe do të gjejë mënyrë se si të tejkalojmë këtë, pasi që është një çështje tepër sensitive edhe për vetë komunitetin maqedon, dhe shqiptarët kanë qenë tepër konsekvent, kanë marrë gjithmonë parasysh këtë gjendje tepër sensitive që është përpalen maqedonase, ndërkaq nga ana tjetër është një lloj storje e dhimbshme maqedonase, siç e shprehen edhe përfaqësuesit e Unionit Evropian, pasi që Republika e Maqedonisë së Veriut ka qenë ylli që ka shëndrit dikur në rrugëtimin evropian shumë më përpara, vetëm do të kisha dashur të potencoj faktin se neve kur kemi marrë statusin e kandidatit më 2005, Malizi nuk ka qenë akoma shtet i pavarur, por kanë qenë Bashkësi e Stërvisë dhe Malizi, ose ajo që në kuluare diplomatike është quajtur si Solaniada, dhe sot Malizi suksesshëm i hap kapitujt një pas një në negociata me BE-n, klasterat ato që janë reformuar më vonë, ndërkaq neve akoma nuk mund t'i nisim bisedimet me BE-n. Mirë po, profesor, nga këndvështrimi juaj, si vlerësoni gjendjen aktuale të shqiptarëve në Maqedoni? Dhe cilat janë ato pengesat më të mëdha për realizimin e plotë të drejtave të tyre kushtetuese dhe qytetare? Unë besoj se për momentin spektri politik në Maqedoninë e Veriut është duke u ristrukturuar dhe ka një përçarje të madhe dhe nuk ka një unitet, nuk ka një front të përbashkët, që do të kishim arritur një konsensus të ashtu shprehem brenda etnik, në kampin brenda etnik, që për të arritur një konsensus të gjerë në Sobranien Maqedonase me kushtimisht tanon kampin etnik Maqedonas. Por besoj se në zgjedhjet lokale të ardhshme do të kristalizohen këto lëvizje dhe dyndje të partive politike që ndodhin këtyre ditëve në Maqedoninë e Veriut, dhe pas kësaj, nëse shkojmë në zgjedhje të parakohshme, që si duket do të jetë imperativ i kohës, dhe atëherë do të kristalizohen, do të krijohen dy tabore për të pasur një karakter
multipartijak, kampi etnik shqiptar dhe shumë më lehtë do të mund të arrihen një konsensus me disa rregulla të shkruara, por edhe të pashkruara gentlemeneske kur janë në pyetje të drejtat e shqiptarëve. Apo bëjnë mjaftueshëm politikanë shqiptar për të mbrojtur dhe të avancuar të drejtat e komunitetit shqiptar në institucione shtetërore? Apo më shumë përçarje mes vetit? Po të dyjet. Mirë po, demokracia ka një mangësi, numrat dominojnë, edhe për momentin qeveria maqedonase përkatësisht Partia Nacionaliste që është në pushtet, pa më dyshje se ka numrat të mjaftueshëm, kanë arritur të bëjnë një qeveri pakse më të zgjeruar me një komoditet më të madh dhe ajo ndikon direkt në kvalitetin e politikë bërjes dhe ekskluzivitetit të kërkesave të qytetarëve shqiptare dhe përfaqësuesit e shqiptarëve në për institucione kanë vështërsi, pasi që ato në kampanjën parazgjedhore premtuan se ta kthejnë shtetin Maqedonas dhe pra kishin një retorikë tepër nacionaliste, jo përfshirëse, po ekskluziviste, dhe kjo ndikon që të krijoj një ambient tepër kundërshtues dhe ajo normal pastaj reflektohet në përçarjet dhe në luftën e ashpër që ndodhen mes partive politike. A duhet ketë më shumë përgjegjësi partitë politike shqiptare në raport me përfaqësimin e shqiptarëve dhe interesave të shqiptarëve në Maqedoni? A duhet ketë një përgjegjësi më të madhe? Pa më dyshje se po, mirë po, kjo amulli politike që është krijuar kërkon ne para një muajsh e gjysmë kemi pas një tragedi në një qytet të Maqedonisë Lindore në Koçani, pati një djegje të një diskotekës dhe më lejoni që të shpreh ngushëllimet e mia të gjitha viktimave atje, dhe kjo krijoi një ambient ku kushtimisht tanun pati një periudhë një lloj moratoriumi dhe tash në kërkim të fajtorëve aty ka një drejtësi që bëhet tepër selektive dhe kjo ndikon akoma më shumë në politizimin e çdo gjëje që tenton të bëj qeveria aktuale, neve si shoqëri, prokuroria, pasi që përzihen kompetencat e institucioneve dhe kjo e politizon tej mase situatën dhe e tendos akoma më shumë. Mirë po, në një të ardhme të afërm, si shihni integrimin evropian të Maqedonisë Veriut? Unë jam optimist. Së bashku me shqiptarët dhe Maqedon. Po, pa tjetër, pa më dyshje se duhet të jemi bashkë, pasi që ne jetojmë në një shoqëri edhe nëse shifni retorikisht që nga mëvepsimi të gjithë partitë politike janë për rrugëtimin evropian të Maqedonisë, si shoqëri dhe si shtet, mirë po në teoritë e studimeve evropiane ka një teori që thot elita politike është ajo që me dosë të caktuar kur i konvenon për hesapet e veta brenda shtëpiake, që i bën reformat e duara në rrugëtimin evropian. Unë besoj se në të ardhmen do të ndërhyje dhe do të ketë një trysni shumë më të madhe mbi qeverinë maqedonase, që ajo të bëj edhe një kompromis të fundin, besoj, dhe që të nisim bisedimet me Unionin Evropian.
Profesor, jeni edhe njohësi e zhvillimeve demokratike dhe në rajon në përgjithësi. Kisha dashur pak të ndalmi edhe tek Kosova. Si shihni pozitën e Kosovës në procesin ndërkombëtar sot, veçanërisht pas zhvillimeve të fundit, pas zgjedhjeve? Kosova, unë mendoj se rrugëtimi i Maqedonisë Veriut në rrugëtimin e saj evropian ka shumë çka të bëjë edhe me zgjidhjen e problemit Beograd-Prishtinë, dhe Kosova, do të thënë, është e njëjta. Dhe politika jo stabile e Kosovës çdo moment se reflektohet edhe në Maqedoninë e Veriut, por edhe viceversa. Çfarë roli mund të luaj Maqedonia e Veriut veçanërisht në arenën ndërkombëtare për Kosovën? Maqedonia e Veriut, do të thënë, kronologjikisht ka përkrahur Republikën e Kosovës, që nga njohja e saj pas pavarësisë dhe në Këshillin e Evropës gjithmonë e ka përkrahur Kosovën, dhe thash roli i shteteve të vogla në sistemin e marrëdhënieve ndërkombëtare është shumë specifike dhe situatat janë tepër asimetrike, siç i thash, për të bërë ndonjë rol vendimtar. Por pa më dyshje se Republika e Maqedonisë së Veriut gjithmonë ka tentuar që të përkrahë Republikën e Kosovës. Ndërkaq që Republika e Kosovës dhe politikanët e saj shpeshe kanë ditur që për përfitime politike të tyre të vinë edhe të bëjnë rolin e vllaut më të madh, pra një patronazh politik kanë kryer mbi shqiptarët e Maqedonisë. Po mendoni për qeverisjen e fundit apo? Po edhe qeverisja e fundit, po edhe paraprakisht ka pasur tendenca si nga Tirana zyrtare edhe nga Prishtina zyrtare që të kenë një rol. Pasi që ajo ndoshta deri diku është edhe e natyrshme, pasi që ne jemi një popull dhe mund të këmbejmë ide, por jo duke lozur rolin e patronazhit dhe duke ndikuar direkt në përzgjedhjen e përfaqësuesve politik në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Mirë, po çfarë mendoni? Mendoni se bashkëpunimi mes Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut është nivelin e duhur? Apo çfarë mund të përmirësohej në këtë rast? Shumë çka mund të përmirësohet, do të thënë, unë do të kisha dashur të potencoj një fakt që ka pasur një iniciativë nga Republika e Maqedonisë së Veriut, përkatësisht atëherë kemi qenë Republika e Maqedonisë, që të kemi një përfaqësim ngjajshëm si shtetet nordike. Do të thënë, duke përdorur hapësira të përbashkëta në përfaqësitë tona diplomatike. Unë mendoj se ajo shumë e natyrshme dhe shumë e logjikshme kishte me qenë nëse bëhet mes Kosovës, Shqipërisë, Malizisë dhe Maqedonisë. Pasi që neve në Republikën e Maqedonisë të Veriut kemi dy gjuhësinë, edhe të gjitha depeshet dhe paku gjuha nuk kishte me qenë një barierë. Kjo iniciativë që është marrë në vitet 2012-2013 ka qenë që të jetë mes krejt ish republikave jugoslave, mirëpo u parandalua nga faktori shqiptar në Maqedoni, pasi që gjuha do të ishte prapë gjuha teknike e dikushme e Ballkanit Perëndimor apo e Jugosllavisë, që është serbo-kroatishtja. Dhe atëherë ajo do të krijonte telashe të tjera. Edhe ndoshta eventualisht ndoshta edhe do të kishte mund të funksionoj, por jo pa zgjedhjen e çështjes Prishtinë-Beograd. Profesor, jemi në fund, po nuk dua ta mbylli pa marrë edhe mendimin tuaj se si e vlerësoni dhe rrugtimin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Shqipëria posa i përfundoi klasterin e dytë dhe unë mendoj se
shumë shpejt Shqipëria do të vazhdoj me hapërime gjigante drejt antarësimit në Unionin Evropian, edhe dëshiroj një gjë të tillë, po edhe shpresoj, po edhe siç duket ajo është në rrugën e duhur. Profesor, kisha dashur edhe një mesazh për fund për të gjithë ata që na ndjekin. Mesazhi im kishte me qenë se neve rilindasit tanë kanë thënë se dielli lind në Perëndim, edhe rrugëtimi jon politik patjetër është që të arrijmë në Unionin Evropian, sepse ashtu do të ndërtojmë idealin e rilindasve tanë, edhe do të jetojmë të bashkuar në Unionin Evropian. Profesor, faleminderit shumë për bisedën, për këtë analizë mbi çështje që prekën jo vetëm Maqedoninë e Veriut. Ishte kënaqësi të dëgjojmë nga ju për perspektivën tuaj diplomatike, integrimin evropian dhe sfidat aktuale. Unë të falenderoj shumë për kohën. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve për ftesën, faleminderit dhe të falat të gjithëve në Londër. Miru dëgjofshim. Faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim. Pra të dashur shikues, me ne ishte zotri Enver Abdullahi nga Maqedonia e Veriut, ish ambasador, profesor në Universitetin Antareza në Shkup dhe akademik. Deri në takimin ton të ardhshëm, miru pafshim.